Përplasja e parë mes majorancës dhe opozitës për Bashkinë e Tiranës ndodhi këtë shtunë në një nga hotelet e kryeqytetit. Opozita nisi të shtunën takimet me aleatët për të gjetur një emër që do të kandidojë për Bashkinë e Tiranës. Dhe teksa opozitarët po hynin nga i njëjti ambient, po dilnin kandidatja e PS-s Ogerta Manasterliu dhe drejtuesja politike për kryeqytetin Belinda Balluku. Me një prononcim për mediat, Balluku tha se PS e ka kandidatën e tyre. Shumë mirë. Ne kemi kandidatën e Tiranës, kështu që ju uroj sukses e Partisë Demokratike. Madje ironizoi dhe zgjedhjen që do të dalë nga opozita. Ata janë edhe të zotët shumë kur i gjejnë kandidatët, faleminderit. Dhe Belin Këlliçi në PD-s hyn dhe Fatmir Mediu i Republikanëve dhe Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste. Flamur Noka tha se PD është e gatshme të gjejë konsensus me aleatët në mënyrë që të fitohet bashkia më e rëndësishme në vend. Ne konsiderojmë të mundshme dhe plotësisht të mundshme edhe fitoren e Bashkisë Tiranës, sigurisht edhe bashkive tjera, në rast se do të unifikojmë përballë këtij regjimi të gjithë aktorët, faktorët, në rast se të gjithë partitë politike opozitare do të bashkëndojnë agjendën e tyre me ne. Ndërkohë PD pritet të takohet me aleatët e tjerë në ditën e vijim përpara se të shpallet dhe kandidatura zyrtare, që do të jetë në garë kundër Ogerta Manasterliut.